Policia e Elbasanit ka hedhur dritë mbi vrasjen e ndodhur mbrëmjen e së dielës në Elbasan, ku ekzekutua biznesmeni Mondi Mohalla ose Edmond Hyka. Policia njofton sot zyrtarisht se ka arrestuar ortakun e viktimës Gjino Ago, banues në Elbasan, i dyshuar si bashkëpunëtor për veprat penale, vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve shpërthyese dhe municionit. Po ashtu arrestuar roja e karburantit Kujtim Pisha, 52 vjeç, për veprën penale mos kallëzimi i krimit. Në kërkim u shpall Marcelo Arani, 32 vjeç, banues në Elbasan, ndërkohë që ishte në masën e sigurisë arrest në shtëpi për një tjetër vepër penale, si dhe Armando Kola, 35 vjeç, banues në Laç, të dyshuar si autor të vrasjes. Nga veprimet hetimore rezultoi se automjeti i përdorur nga autorët është në pronësi të shtetasit Gjino Agos, i cili ja ka dhënë me hua për përdorje shtetasit Marcelo Aranit. Shkak i vrasjes dyshohet të jetë prishja pazareve mes dy ortakëve, ndërsa grupi i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon veprimet intensive hetimore për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje.